Edhe pse nuk është një fest fetare, nata e ndërrimit të viteve në ëndrat e fëmijëve dhe mbar popujve është një natë gëzimi, por që kthehet në fort të dhimbshme nëse nuk ke me çfarë ta festosh. Në këtë kuadër, për të mundësuar darkën festive edhe në ata familje ku festa do të ishte e pamundur, por edhe për të lehtësuar skamjen me të cilën jetojnë çdo ditë këto familje, Myftinia e Pukës ka shpërndar sot ndihmë për 10 familje në zona të ndryshme të rrethit të Pukës. Në disa prej këtyre familjeve ka shkuar dhe vetë Myftiu i Pukës Gzim Kopani, i cili ka ofruar ndihmë në artikuj ushqimor, detergjent dhe veshmbathje. Myftinia rrethit Pukë në bashkëpunim me shoqata të ndryshme islame për besimtar musliman, pranë vitit të ri, ju ka ardhur ndihmë disa familjeve në nevojë. Sot ndodhemi te familja e Fatmirit Istrefit, i cili është në gjendje të vështirë ekonomike. Ne shpresojmë që edhe në të ardhmen familje si kjo dhe të tjera të ndihmojmë. Këto ndihma janë të siguruar nga shoqata Mirësia, shoqata Istanbul. Me shoqatën Istanbul disa ditë më parë kena qenë disa familje, ndërsa me Mirësi jemi sot edhe në disa familje tjera, të cilat ne i falenderojmë. Nga një familje varfër në dedaj të Pukës, Myftiu Kopani ka lëshuar dhe një apel për të gjithë njerëzit që të jenë më të mëshirshëm e të ndihmojnë kur e kanë të mundur. Njeriu në këtë botë është i përkohshëm dhe kënaqësinë, nëse dikush dëshiron të njeh kënaqësinë e tij në zemër dhe në shpirt, atëherë le të japin ndihmë familjen në nevojë, jetimëve, familjet e pastera, tetraplegjikëve dhe paraplegjikëve, sepse Allahu xhaleshanehu do ashtoj edhe më shumë bereqetin, sepse duke dhënë, thot Allahu xhaleshanehu, Allahu xhaleshanehu do t'i kënaqë ata dhe do t'i rujë edhe bereqetin e tyre. Kështu që ftoj do të bëj apel me fjalë të gjithë atyre që kanë mundësi që të bashkohet me nisat tona që të ndihmojnë familjen në nevojë. Tashmë është kthyer në traditë që në raste festash e gëzimesh, Myftinia e rrethit të Pukës të gjendet pranë familjeve më në nevojë në rrethin tonë.